Cilat janë reflektimet, cilat janë pozitivitetet e ushqimit të gjellit në natyrë krahasuar me ambientin mbyllur? Pa i ushqimin në natyrë, varet edhe pe ushqimit edhe në natyrë, se kurse është mbjellja para 20-30 vite, ata nuk ka kvalitet, duhet më konë mbjellja e freskët. Më thonë, kur të mbjellet bari, mas 4 vite normal duhet me thuj edhe me mbjell misër, atë është mas misë ta pet bari ose jongjë, për më konë proteina dhe kvaliteti. E normal se tash këto lopt, sidomos lopt qumshtorë ku janë natyrë, e kanë shëndetin më të mirë, prodhimin e kanë normal se e kanë edhe më të lartë, po më varet edhe bari. E tash ky liuadh këtu është bari kultivum apo? Kjo është çat pjesën andajnë është bari është ma i vjetër, e që kjo pjesa këtënejnë është bari mjellën, bari italian si i thojnë këtu, këta ka tjetë proteina, ata të vjetët, tash ma fort të rinë këtënejnë të hongër sa andajnë. Sa vite ka ky bar më të ushqyse? Ajo pjesa andajnë me siguri para lufte. I përmendëm edhe tash tham reflektimet, ka asu me ambientin e mbyllur, sigurisht që këtu ka shëndet, ka qarkullim, lopa, ka arë të freskët. Ari pastër, normal natyra, edhe këtënejna kanë edhe hije, ku t'i bjen dilli, kanë edhe hije që ka munden mu më shef, kësi i pengon dilli, i fort. Po qka është më rëndësie, është, edhe si ti nëshon lopten kullosa, duhet prap grashdi më konë i mushër ku të shkojnë në shtallë, që të bojnë shumë gabime. I lojnë kullosa, mundojnë se mjaftën kullosa, dhe të nëshë atje i qesin veç pak son të thatë dhe mbaraj. Ajo është gabimi i madh. Gabimi i madh. Po, tash ku ti shikojsh, tash këtu, tana këtu lopë, që sa qetë rrinë, edhe nuk janë të unta se kanë pas të natën, ushqymin në grasht. Nuk janë agresive, tash të thotë, merë sa ti duhet, po, sa ti duhet, instiktin sa ka. Po, edhe prapë ku të shkojnë në shtallë, mielën edhe kanë apet të ushqymin me silazhin me të gjithat. Sa herë ditë mielën? 2 herë? 2 herë në mëngjes dhe mbrëmje. I kem pas një 5 copa racë Brazilin, Maroko dhe në Indis, por një fatkeqësisht një lopë, se këtu normal duhet 3 herë në ditë jemi mielë, se sasia qumshtit është shumë e lartë në pjellën e parë. Tash e kemi një që aty që kjo se po shihet. Ajo madhe aty e zezë, apo 2? Jo, ajo andajnë është 50% gjërës, 50% Holstein, ama që kjo këtu ma kënejnej. Ajo është, tash pjellën e parë, tash dikush të rena andajnë e kënejna, e mu pjellën e parë në ka shku 52 litra. 52 litra. Po. Raca e Brazilit ajo. Po, tash i kem vetëm 2 copa. Një e ka marrë një shoki jemi në Strelc, një fatkeqësisht se u dufke 3 herë në ditën e mielë, pak në zgjëllaki edhe ju dëmtun gjinat. E tash do thotë kjo, po te kalon Holsteinin, apo veç është një rast? E kalon Holsteinin. Me produktivitet qumshtit. Po, e kalon Holsteinin. Po tash, si përshini këtu lloj raca kemi, se është ushqym edhe këta, qumshti është ndryshme me raca. Tash ti, si pata përshë, ka raca të ndryshme, se nuk kom që vetëm një racë me pas. E tash ajo raca e Brazilit a ka çmim ndryshe krahasuar me këto më të larta apo? Nuk mundën ato mi pru. Kjo është vetëm se thojnë Gjermanisë Extreme Lotto, 600 Lotto se gjermanët mi kanë botë mundshme se jo. Jo. Ja. Vetëm si shembull, si model, si ekzemplar. Po, vetëm ma bon të mundshme se jo, nuk mundet me ujë. Ja, nuk mundet, se me aeroplanin për tonë në Gjermani, të shqipej Gjermani. Sa kushton atje më shkum për me... Pa i tash që tu kanë kushtu si në basi Gjermanëve, se në ata njeve në patën bo fakturë, 1600 për kokë ljope, veç aeroplanin dhe në Gjermani. Në Gjermani i kanë majtë në shi 6 muj. A fjole për transport, apo? Jo, veç transport e për kokë ljope, po duhet më konë aeroplani i mushën. Jo, i mushën edhe i veçantë për... Po kanë pas Gjermanët një përësime tjera, produkte të shë mund të mundshme, në Gjermani të shë i kanë barësue me Holstein, edhe ku i kanë bo 6 muj barëse të shë nga kanë importu në Kosovë.